transmeton një të vërtet, të cilën ata nuk e marrin nga të tjerë, por po e marrin atë moment nga ty. Kështu që unë gjithmonë ka peshuar kjo pjesa, kjo peshorja më ka peshuar në krau i sjelljes së të vërtetës pa pasur në një drojtje ndonjëherë që prit të riqem se nuk thua se mund të jetë situatën për atë. Sigurisht ka limite, por thash mua më peshon peshorja nga ky krau këtej. Profesor Lutfiu, shikojmë një rritje të personave ose më saktë të studentëve që duan të jenë pjesë e gazetarisë. Ama po shikojmë që deri diku gazetarët kanë filluar tashmë nxjerrin vetëm lajme politike, shumë pak sociale dhe aq më pak investiguese. Çfarë prirjesh ka kjo lloj gazetarie për të ardhmen? Pyetja shumë e mirë, por kërkon kohë për të qenë shtaruese, kështu që do të qenë të jem koncis. Vetë industria e medias është një krizë të thellë, që është krizë ekonomike. Çka do të thotë që të ardhurat e shumta që media kanë nxjerrë dikur